që në ligjin basic të temporeve publike në komuna, natyrisht, edhe qeveria ka mundësi të ekvizojnë të temporët të reja për ligjin. Por ky ligj nuk jetë. Ky ligj mundësot që prona në temporët që në për kujdesit agjencisë privatizimit, mund të tërhiqen nga interesa agjencisë Kosovare të privatizimit dhe të shëndërohen në temporët publike dhe temporët private. Kjo është ajo që e patë nevojshme, këtë nevojshme edhe ne. Këtë legjim të shojtë të sharë se ne i kemi pasë pasu, ne kemi diskutu, ne kemi sharu këto, edhe me ekspert patë një politik Kosovë. Ju fajnderit. Fajnderit. Deputeti Naim Qertov, nga Partia Demokratike e Kosovës. Nderuar deputet, nderuar ministër, nderuar deputet. Sot ne plani i shërbimit të rrugës Kusinor, në Kusinor në liçin e shërbimit. Ne kemi objektiv shërbimit të shërbimit. Deri me tani janë privatizuar një 400 ndërmarrje të tilla. Dhe sigurisht, pas saj, llogaritë që kanë ne diku më pak se 200 ndërmarrje publike. Dhe sigurisht, ndoshta rëndësia e zgjerimit të këtij ligji dhe këtyre ndryshimeve kritikisht janë të rëndësishme si mos kishte ndodhur në ligjimin më të tashmë kohë. Po megjithatë, edhe pse ka ndodhur të fazë, ne mendojmë që e parë që në vetë dhe ta ketë mirat në aspektin e lehtësimit të shumë dhe punëve që ta tërgonë në nivellet të ndryshme të parë. Publike kanë qenë praktikisht në menaxhime shpesh kanë ditë problemet të ndryshme me komuna të ndryshme, të marrë parasysh pengesat të ndryshme që kanë paraqit me qëllim të shfrytëzimit të arsyeave të ndryshme për nevoja dhe interesat e ndryshme komunale. Sigurisht që në bazë të këtyre ndryshimeve që u barabartë me këtë projekt ligj, duhet që me propozimin e qeverisë u randi konkret nga këto ndonjë ndërmarrje të caktuar shoqërore. Sigurisht që për këtë moment atë në komunitet dhe çfarë forme ka shkuar me ndajitën me së. Sigurisht që ky proces i privatizimit tjetë ku ka ngecë dhe tjetë ku janë këto probleme. Dhe mendoj që ndoshta në një farë në këtë fazë disa prej komuna, të cilat faktikisht shumë prej këtyre ndërmarrjeve janë privatizuar, janë në një pozicion jo të favorshëm në raport me disa komuna, të cilat faktikisht kanë ngecë ky privatizim. Tash, e mira e krejt kësaj, mendojmë që është çështja që është tonë mundësia që kompleksi ose kombinati Trepça faktikisht në atë 19 visit veta të cilat i ka të trajtohet me një ide veçantë nga ekspertët për në mujtë marrë dhe të përfundimi i kombinatit. Realisht, unë kam një vërejtje të neni 3, përkatësisht pika 3, në cilën thuhet që parashitet që regjistrimi në ndërmarrje shoqërore, në ndërmarrje publike vetëm me marrëveshje me komunën. Unë mendoj që në këtë vend, realisht, ekspertët kësaj fushë duhet tulet edhe të konkretizojnë më qartë cilat do të jenë kompetencat e komunale, në mënyrë që masa këto nga paraqiten si pengesë nivelit qendror, pavarësisht kërkesave dhe nevojave të cilat mund paraqiten në interes të disa ndërmarrjeve të ndryshme shoqërore për këtyre ndërmarrjeve publike. Prandaj, mendojmë që ky lënd përkatësisht kjo pikë duhet mu plotësu, duhet mu riformuluar, duhet me jetë me qartë se cili do të jetë roli i komunave dhe deri çfarë shkallë mund paraqiten komunat pengesë në realizimin e këtyre. Nuk
disa ndërmarrje që ato të mos privatizosh. Kurse tash, ku nuk datë që pashitët në për komunat shqiptare, kanë mbetur vetëm ndërmarrje në për komunat ku jetojnë Serbët. Dhe tash po dashka me ndryshu ligjet tona të Republikës, ashtu që këto komuna të pyeten për ndërmarrje të ndryshme. Pasi është pyet. Mirë po tash për këto komuna po ndërgjum Serbia dhe Vučići, qoftë në një listë sërbe, në cilën e ka instaluar edhe nacionalistë Kosovës, por mos të në lista sërbe edhe qeverisë me popullës të gjitha komunat në të cilat kemi shumicë sërbe. Në bashkë për çështjen e Kosovës. Dhe kush mund të besoj kur thoni që ai ligji që ishte i mirë për drejtë, ai ligji i kaluar, u vëç, që është shumë e dukshme dhe nuk është se si të shqipen prej qeverisë të Republikës Kosovës. Pra është tërë që po mundoheni ta gënjeni këtë popull, sepse sjellja e parë e ligjit nuk mund të thuhet që nuk është plot se tash lista sërbe po do mi mbrojë pasurinë publike të Republikës Kosovës. Çështja është direkte në kohë. Ta ketë kompetencë nacionale. Këto janë pasuritë vetë shtetërore republikane. Do të vendosin kontroll edhe mbi pasuritë nacionale të Kosovës. Në këtë kuptim